Pas përfundimit të rinumërimit të votave për zgjedhjet e 28 dhjetorit, vetëm një deputet që kishte fituar mandatin pas numërimit të parë e ka humbur atë. Bëhet fjalë për kandidatin nga radhët e Partisë Demokratike Turke, Fikrim Damka, që tashmë nuk do të jetë deputet dhe vendin e tij e ka zënë bashkëpartiaku Ergul Mazrek. Ndërsa nuk ka ndryshime tek partitë e tjera. Nga 120 deputet që do të përbëjnë legjislaturën e 10, 100 do të jenë nga partitë shqiptare, ndërsa 20 vende të tjera janë të rezervuara për minoritetet. Lëvizja Vetëvendosje ka siguruar 57 deputet në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës rënditet e dyta me 22 ulse në kuvend. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar 15 deputet. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar vetëm 6 ulse. Lista serbe do të ketë 9 ulse në kuvend, ndërsa nga komuniteti serb deputet do të jetë edhe Nena Drashić. Gjithsesi, duhet theksuar se në mbledhjen e KQZ-s të së shtunës, rezultati listës serbe nuk është miratuar dhe pritet që të jetë subjekt i shqyrtimit nga ana e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.